Zilja erdhi në studion tonë, përshëndetje, ju dëgjojmë pyetja juaj për doktor Yllin. Përshëndetje. Përshëndetje. Kanë problem me duart? Po? Më shumë nga pjesa e brendshme me qartë dhe me pak kruarje dhe nga krahu lart nga dy krahët, po më shumë nga brenda, në dy pllëmët. Tashi, më dëgjoj me kujdes. Juve mund të vizitojni edhe tek ndonjë mjek gastrohepatolog, edhe tek ndonjë dermatolog. Por, fal përvojës tonë, ky majasilli i duarve që ndodhet në pëllëmët e duarve nga brenda, ne kemi gjetë një zgjidhje duke shëruar zorrën e trash. Pra, është një majasil lëkure, por që ka lidhje të drejt për drejt me zorrën. Atëhere, nëse kjo, për shembull, shtohet kruarja kur ky ha ndonjë ushqim jo të mirë pëlqyer nga trupi. Ose kur ato i lag duart, pa diskutim që e krojtura shtohet më tepër, por si do të veproj zotëria praktikisht. Atëherë, të vëzhgoj nëse ka kruarje në anus apo jo, se mund të ketë lidhje dhe me parazitët, dhe së dyti është një bari i majasillit me atë emrin Teucrium polyherba. Lulja e basanit, që e njohim pothuajse të gjithë, kjo mëllaga e zezë, Malva silvestris, dhe marrim tash i bëjmë një çaj me këto edhe për ta pirë, po edhe për të larë duart. Atëre, këtij çajit mund t'i shtojmë edhe rigon. Pra, një dorë, si thuash, një dorë bar majasilli, 3-4 fije lule basani, një dorë lule bishtamithi, një dorë ose një lugë gjelle rigon, i zjejmë pak a shumë në 1 litër ujë. Mbas kësaj, pini afërsisht 2-3 gota çaj në ditja për afërsisht kaq, dhe marrim lajm duart me këtë çajin, duke i shtuar edhe pak sot buke. Për shembull, në këtë çaj shtojmë një lugë kafe me sot buke. Marrim mandej atë kremin antimikotik, pasi thahet ky çaj kështu në pëllëmën e dorës, i lyejmë me atë kremin e mykut. Dhe zotëria do të vërrej që do të jetë mrekullisht shumë mirë. Qartë.